Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Të gjithë hani kos, por nuk e dini se çfarë i shkakton në zemrën suaj. Konsumi i kosit ul rrezikun e atakut në zemër me 30% të njerëzit që vuajnë nga tensioni i gjakut. Të dhënat të një studimi të Universitetit të Bostonit konfirmojnë se konsumi të paktën 2 racione me kos në javë ul rrezikun e atakut në zemër të femrat e prekura nga hipertensioni. E njëjta sasi ul rrezikun e atakut në zemër ose ishte me shkujt mbi 19%. Shkencëtarët analizuan 55.989 gra të moshave nga 30 deri në 55 vjeç dhe 18.300 burra të moshave nga 40 deri në 75 vjeç. Të gjithë prej pjesëmarrësve në studim vuanin ose ishin të prekur nga tensioni i gjakut. Studiuesit konfirmojnë se kosi, që është i pasur me kalcium dhe vitaminën D, ka një rol mirëbërës për zemrën që shkon përtej qetësimeve të saj. Probiotikët që gjendet e kosi ulin tensionin e gjakut. Justin Budina, autori i studimit, i tha Daily Mail se kosi është i nevojshëm për shëndetin e zemrës. Sipas tij, kosi mund të konsumohet veçmas ose duke u kombinuar me fruta të pasur me fibër ose edhe me perime dhe fruta të tjera. Studiuesit konfirmuan se vitamina D është një alternativë më e lirë dhe më e mirë se sa ilaçet e zemrës. Ky suplement që merret edhe duket se mund të ketë edhe raporte të mira në shëndetin tuaj kardiovaskular. Vitamina D stimulon prodhimin e acidit nitrik që rregullon qarkullimin e gjakut. Për më tepër, kjo vitaminë zbut stresin në brendësitë të sistemit kardiovaskular dhe shman kështu sëmundjet ose çrregullimet. Sipas shkencëtarëve, njerëzit mund të kursejnë shumë më para duke mbrojtur sistemin kardiovaskular me një ilaç që e fal vetë dielli. Gjithashtu edhe konsumi i kosit në këtë aspekt është një arsye kryesore për të rritur edhe të mirat e tij në shëndet. Kosi përmban 2 nga përbërësit ushqimor më të rëndësishëm për dietën tuaj të përgjithshme dhe konsumi i rregullt i tij në dietën tuaj çdo ditë mund të ketë efekte pozitive në rritjen e vlerave të trupit dhe mbajtjen larg të komplikacioneve të tij. Nëse doni të merrni të mirat e kosit në dietën tuaj, duhet të dini se ai është një nga alternativat më të mira për shëndetin. Nëse doni t'i vini trupit me forma dhe të humbisni kilet e tepërta dhe të forconi imunitetin tuaj kundër gripit dhe virozave të ndryshme, duhet të merrni në konsiderat edhe shtimin e kosit në dietën tuaj. Ka qindra arsye kryesore pse kosi duhet të jetë një aleat i çmuar dhe në këtë video, sipas ekspertëve të Healthline, do të rendisim disa arsye kryesore pse duhet të përfshini kosin me patjetër në dietën tuaj. Ai ndihmon gjithashtu në eliminimin e kileve të tepërta rreth zonës së belit. Hani 500 gram kos në ditë dhe bëhuni gati të blini pantallona ose xhinse të reja. Një përmas më të vogël dhe kjo kuptohet. Kosi është i mirë për ata që mbajnë një dietë të shëndetshme. Sipas studimeve amerikane, kosi është një aleat i çmuar i organizmit dhe gjithashtu do të ndikojë pozitivisht në këtë aspekt. Gjithashtu, personat që konsumojnë të paktën 500 gram kos në ditë kanë më të lehtë të humbasin perimetrin e tyre rreth belit dhe kjo gjë do të ndikojë në humbjen e peshës së tepërt të trupit. Kosi do të ndihmojë trupin edhe me bakterie të mira të cilat do të ndikojnë gjithashtu më mirë në organizmin tuaj. Nëse doni të keni një performancë më të mirë në reduktimin e kileve të tepërta, atëherë kosi duhet të jetë aleati juaj më i çmuar në këtë aspekt. Kosi përmban bakterie të mira. Bakteriet e mira të kosit janë ato të cilat i japin aparatit tretës edhe një ndihmë në zhdukjen e mikroorganizmave të këqija që mund të shkaktojnë gjithashtu dhe infeksione. Për këtë arsye kosi mund të ndihmojë në tretjen më të mirë të ushqimit dhe kosi është perfekt për ata të cilët vuajnë nga fryrja. Kosi është i pasur me vitamina dhe minerale të rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore. Kosi është i pasur plot me vitamina dhe minerale dhe kjo do të ndikojë pozitivisht në rritjen e vlerave të trupit. Në një paketim të thjeshtë të kosit rreth 500 gram do të gjeni vitamina dhe minerale të shëndetshme për njeriun, si potasiumi, fosfori, joni, zinku, riboflavina, vitamina B5, gjithashtu edhe vitamina B12. Vitamina B12 është shumë e rëndësishme për dietën tuaj dhe një vitaminë e cila mund të ndikojë në rritjen e vlerave të trupit.
Kosi është një mundësi e shkëlqyer edhe për ata personat që duan të merren me palestër. Kur stërviteni, do të humbisni shumë energji në palestër dhe kjo do të humbas edhe elasticitetin e muskujve. Prandaj pas stërvitjes, ju duhet të zvendësoni energjinë e humbur duke marrë proteinat e duhura të rëndësishme për të fuqizuar kështu muskujt tuaj. Kosi ndihmon edhe në thithjen e ujit nga aparati i tretës duke rihidratuar trupin dhe duke mbajtur larg kështu komplikacionet e tij. Kosi është i pasur me kalcium. Kosi është i pasur me kalcium dhe kalciumi është përbërësi kryesor i ushqimeve të pasura për të pasur kocka të shëndetshme. Përveç kësaj arsye, kosi është i rëndësishëm për të vegjëlit të cilëve ju duhen që të formojnë edhe një shtat më të mirë të nyjeve. Shumica e njerëzve duhet të dinë se kosi është aleati më i mirë për të pasur kocka të forta. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë edhe për ata personat që vuajnë nga tensioni i ulët. 75% e njerëzve që konsumojnë 2 herë në javë kos patën një performancë më të mirë të nyjeve të tyre, duke ndikuar kështu pozitivisht edhe në uljen e tij. Njerëzit që hanë në kos vazhdimisht në dietën e tyre do të kenë më pak probleme me luhatjen e hipertensionit. Potasiumi që gjendet tek kosi ndikon gjithashtu edhe në tejkalimin e negativitetit që mund të ketë shëndeti juaj nga luhatjet e forta të tensionit. Sipas një studimi amerikan, të rriturit të cilët hanë një ose 2 racione me kos me pak yndyrë në ditë, ulin në rrezikun e sëmundjeve të tensionit me të paktën 54%, citon dhe Elsaj. Një gotë me kos në mbrëmje do të mbajë doktorin larg. Tani që fillon edhe sezoni i ftohjes, kosi është një prej ilaçeve preventive më të mira në parandalimin e këtyre problemeve të bezdisshme që na prekin çdo ditë edhe më shumë në jetën tonë të përditshme. Sipas një studimi të Universitetit të Vjenës, gratë që hanin çdo ditë kos kishin qelizat të më aktive dhe gjithashtu më të forta se ato të cilat nuk e konsumonin këtë produkt. Kosi është një mburojë e shkëlqyer e organizmit në betejën kundër luhatjeve të forta të problemeve të shëndetit imunitar. Kosi ju ndihmon që të shtoni edhe buzëqeshjen tuaj. Ja një fakt tjetër që shumica prej jush nuk e din. Kosi është më i mirë për një buzëqeshje më të bukur. Pavarësisht përbërjeve të sheqerit në kos, ai nuk shkakton kavitete në dhëmbë. Acidi laktik në kos ndihmon në mbrojtjen e mishrave të dhëmbëve. Kosi në dietën tuaj ndihmon në luftimin e problemeve të ndryshme të dhëmbëve. Një tjetër arsye pse buzëqeshja është një nga produktet më të mira të paraqitjes suaj. Kosi pasterizuar është i shëndetshëm. Kosi gjithashtu është i pasur me proteina cilësore për organizmin. Proteinat janë në përbërësit kryesor në trupin që merren me ndërtimin dhe mirëmbajtjen e trupit dhe të gjitha funksioneve metabolike. Kosi është i pasur me proteina dhe një mënyrë e shëndetshme për të marrë proteinat është edhe konsumi i këtë produkti të veçantë. Konsumojeni kosin sidomos atë të përgatitur në kushte shtëpie, i cili dihet se si është ndërtuar edhe për një fuqi më të mirë të organizmit. Shtojeni kosin e përgatitur vetë në dietën tuaj për të marrë gjithashtu vlerat e rëndësishme që i duhen organizmit tuaj dhe jo vetëm. Ndaj mos nguroni që ta keni pjesë të dietave tuaja. Kosi është i pasur me kalium, kalcium që ndikon gjithashtu edhe në sistemin tretës. Kosi përmirëson tretjen dhe konsumi ditor i tij veçanërisht në mëngjes, mbron sistemin tretës nga toksinat dhe bakteriet, qetëson sistemin e rënduar nga inflamacioni dhe dëmet e shkaktuara prej tij. Kosi ka aftësinë të mbrojë imunitetin, ta bëjë më të fortë. Imuniteti është i fortë sepse kosi përmban minerale të dobishme si zinku, magnezi dhe seleniumi. Sipas të dhënave, kaliumi të kosit ndihmon eliminimin e kripës së tepërt nga organizmi. Në këtë mënyrë, kosi ndihmon në uljen e tensionit të gjakut dhe në mbrojtjen e shëndetit të zemrës, citojnë ekspertët e Healthline. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.